Këngëtarja e njohur Irini Qiriako ka ndarë një kujtim të rrallë nga takimi i saj me aktorin e famshëm Michael Douglas, një histori që i ka mbetur e gdhendur në kujtesë. Artistja tregoi se momenti kishte ndodhur gjatë një koncerti të organizuar nga Ministria e Kulturës në Pallatin e Kongreseve në vitin 2000, kur aktori hollywoodian ndodhej në Shqipëri. Aktori i madh i Hollywoodit Michael Douglas, kur ka qenë në Shqipëri në vitin 2000, Ministri i Kulturës organizoi një koncert te Pallati i Kongreseve. Unë kisha një këngë polifonike. Michael Douglas, kur e dëgjoi, ngeli pa frym, ka rrëfyer këngëtarja. Por historia nuk mbaron aty. Irini tregon se pas performancës, trupëroja e aktorit i kërkoi që të mos largohej nga salla sepse vet Douglas donte ta takonte. Unë mbarova në skenë dhe po ikja, do më merrte im shoq. Ata trupojat më thirrën, Irini mos ik, aktori i madh Douglas do të bëj foto me ty. Më përqafoi me kaq dashuri. Tha, diçka të tillë nuk e kam dëgjuar kurrë në jetë. Kjo ishte një mrekulli që kam parë në jetën time, tregoi ajo me emocion.